Zbardhen detajet si hakerat tentuan të vjedhin sekretet hetimore që Altin Dumani disponon në SPAK, ja çfarë ndodhi. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, struktura më e rëndësishme hetimore në vend, pranoi të njëjtën se është bërë prek një krimi kibernetik. Dy ish-antar publik dyshohet se kanë mundur të thyen fjalëkalimet e postës elektronike të 3 prokurorëve të SPAK, duke marrë prej aty materiale sekreti hetimor. Ngjarja në përmasat e një skandali është regjistruar mbrëmjen e 12 marsit 2025. SPAK njoftoi zyrtarisht se këtë ditë ishte vënë në shënjestër të një ndërhyrje të palishme në adresat e emaileve të prokurorëve të posaçëm. Sipas SPAK, falmasave të sigurisë nuk është arritur të ndërhyej në sistemin e brendshëm të institucionit. Nga verifikimet, tha SPAK, ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-së së institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione pa mundur të sigurojnë akses në dosje hetimore. Po ashtu, nënvizoi SPAK, ata kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtorit të prokurorisë posaçme, zotit Altin Dumani, por pa sukses. Në reagimin e SPAK thuhet se hetimi nisur pas rastit identifikoi brenda 24 orëve 2 persona si përgjegjës për ngjarjen, individin që ka realizuar ndërhyrje në email dhe atë që ka shpërndar informacionin tek persona të tretë, por pa zbuluar emrat e tyre. Ata janë Zambak Gjoni, ish zyrtari i Burgut Fierit, dhe Arnold Rokaj, ish zyrtari i IMT. Pas arrestimit me kërkesë të SPAK, ata janë lënë në masën e sigurisë arrest në Burg për akuzën e ndërhyrjes së pa autorizuar dhe nxjerrje të sekretit hetimor. Adresat elektronike të sulmuara i përkasin prokurorëve të posaçëm Enke Lejda Milona, Elida Kaçkini dhe Behar Dibra. SPAK tha se pas arrestimit të dy të dyshuarve është bërë i mundur sekuestrimi i pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen si dhe skedarët e shkaktuar, ndërkohë që deri në këtë fazë të hetimit nuk ka të dhëna që ata të jenë bashkuar me personel të brendshëm të SPAK. Një pjesë e materialeve hetimore të shkarkuara nga emailet e prokurorëve janë dërguar 2 gazetarëve, të cilët me qëllim ruajtjen e sekretit hetimor janë urdhëruar nga SPAK të mos i publikojnë ato. Ndërkohë, janë marrë në pyetje dhe individ të tjerë që mund të kenë pasur lidhje me personat arrestuar që i kanë zoturuar këto informacione. Sipas prokurorisë posaçme, hetimi në këtë çështje vijojnë kuadër të dyshimeve për ekzistencën e një grupi të strukturuar kriminal.